e Kosovës janë më shumë se shtëpi, ato janë histori e gjallë. Të ndërtuara kryesisht prej guri, këto kulla u shërbyen familje shqiptare si vendbanim, mbrojtje dhe simboli nderit. Ato ndërtuan në shekullin e 19 tutje, sidomos në Dugagjen, si në Deçan, Pej, Gjakov e Junik. Me muret e trasha, gritaret e vogla dhe oda për mysafir, kulla tregojnë mënyrën e jetesës, mikpritjen dhe qëndresën e kohës. Oda e Burra ishte vendi ku merrshin vendime të rëndësishme dhe ruheshin traditat. Sot, shumë kulla janë restauruar dhe shërbejnë si muze apo atraksione turistike, duke na kujtuar rënjet tona dhe forcën e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Kullat nuk janë vetëm gur, janë kujtesë, identitet dhe histori.